Është në fakt e vërtet që njeriu disa kërcime që i pëlqen më shumë i kërcen më bukur, por të lutem më beso, ty të ri ky lloj kërcimi. Dukesh bukur, dukesh elegante, dukesh femërore, është shumë i bukur. Unë nuk e kuptova në fakt atë momentin të seriozitetit që ta, se ti me sinqert po shikoja lëvizjet, në atë feminilitetin tënd, lëvizjet ishin harmonike dhe të bukura. Kështu që në këndvështrimin tim ti ishe shumë bukur, kurse Eduardi për dite më shumë, nuk më çudit Eduard, se nga era e kaluar ti fillove të kërceje. Sot ishe prapë në të njëjtin nivel, ke filluar të jesh një partner i vërtet, edhe shumë e rëndësishme në kërcim, në këtë lloj kërcimi. Ndaj për mua performanca shkoi në rregull, me gjëra të vogla, po e përgjithshmja ishte shumë mirë. Unë jap një 9. Kevina, mos u mërzit zemër. Do të të vine latine një nga këto javë, ke për t'ja fik lampat nga Konispolin Vermor që Shqipërisë. Jam i sigurt për këtë. Kur të vija i momenti jot, Eduard. Vetëm se po marrojnë këto figurat e padrinove. Kryetare, padrino, duhet të fillosh, ku dion ai Papichulo do ishte mirë bashkë me Kevinën. Në kapele meksikane kështu. Javën tjetër pra? Javën tjetër. Është një premtim. Do bëj prova me Valerion. Edhe unë nuk po bie në nivelin më poshtë, një 9. Një 9. Mirë, kërcim shumë i mirë. Eduard, kam një pyetje. Cila sallë është më interesante? Salla e Parlamentit të Shqipërisë apo salla e vallëzimit të Dance with Miss? Absolutisht, tu është emocionante. Aty tani si t'ja bëjmë që në Parlamentin e Shqipërisë të vallëzohet? Me të thënë drejtën vetëm të njëjtën e parë kam një emocion aty, mos e ne shkoshim për gallat. Shiko, unë them që duke shkuar drejt finales së Dance with Me, ti Genti mund të më ndihmosh bashkë me Eduardin. Sikur shkojmë në parlament i bëjmë ata politikanët që të vallëzojnë, nuk do ishte ide e keqe. Sa ata vetëm zihen, më mirë të vallëzojnë, është më konstruktive të vallëzosh. Shiko, duhet të vallëzojnë të kombinuara, një PD dhe një PS. Po sigurisht. Vetëm ashtu ka. Sa ajo është e bukur, domethënë. Një paso a duhet kuqe blu. Ata s'përdorin muzikë, po kanë 30 vjet që vallëzojnë me ne. Po te na kanë bërë me kërpytje Arusha Mira pra punë. Ata pse në Arusha Mira me ne. Të lutem ndihmoni pak me prezantimin e numrit radhës. Atë numri i radhës është çifti i tretë dhe është